Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësi të akumet në Allah subhanahu wa ta'ala, së të për gjërom që të rafdrej dhe të begoj dërguan e ti, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjodhë. Të në vëllezër, prej temave ma themelore për me pae tek një musliman, qofi fillestar, qofi i cili ka bo rrugë, prej temave themelore janë ato temat cilat kanë bojnë me përsosjen e konceptit mbi udhëzimin. Do të thonë, kur flitet për udhëzimin ose ligjërohet për udhëzimin, zakonisht potencohet se është begati e madhe, na ka begatuar Allahu subhanahu wa taala, s'na ka dhënë neve, s'na ka dhënë dikujt tjetër e kështu me radhë. Edhe shpesh ndoshta e fitojmë përshtypjen që fakti që na po e lavdrojmë udhëzimin, edhe punimi shumë të begatuar me udhëzimin, na të tema e udhëzimit jena njerëz të fortë, ose përcaktimi jon të tema e udhëzimit është përcaktim i fuqishëm. Mirë po, në shumë të raste vjen të re që njerëzit janë të udhëzuar, kështu në atë farë pasqyrën e përgjithshme, ama zotërimin e temës e kanë shumë të dobët. Domthonë, çka i bëj udhëzum, çysh rrezikohet udhëzimi, çysh duhet me sforcu udhëzimin, çysh duhet me ndreq, ku të rrezikohet, ku jo, apo këtu jemi të dobët. Prandaj shumë njerëz, ndoshta në dukje janë shumë të udhëzuar ose shumë të përodhët, mirë po në anën tjetër pastaj gjon që ndoshta për një arsye shumë të vogël ose një diçka që se kanë bërë shumë e sopë, që aty domethënë devijojnë edhe dalin prej udhës. Për arsye, sot me lenin Allah subhanahu wa taala kena më shku ka një ide që për me perfekcionu konceptin e udhëzimit, edhe me perfekcionu këtë si begati, nuk duhet me menu veç përgatitjen me vepra, zahiren e udhëtimit nëpërmjet furnizimit, po edhe duke u bogati me gatishmëri për rrezik. Çka i bë kjo? Për shembull, ti e nis me një udhë. Nuk të mjafton për shembull veç me ditën sa duhet ushqim çat udhë, sa duhen valigje me rroba e këto. Duhesh potencialisht më interesuar edhe çka ka rreziqe potenciale udhës. Udhës, çka mund të më ndodha në rrezik. A është qartë? Mos më pas fokusin vetëm te përgatitja paraprake, po edhe te rreziku i parashikueshëm ose i paparashikueshëm. Rreziku i parashikueshëm edhe i paparashikueshëm i udhëzimit është mëkati. Do të thonë, mëkati mos i ti udhëzohesh, nuk është ngjarje e kryer. Për shembull, dikush fjalë për shembull në xhahilia u kon njëri pa moralshëm. Edhe tash udhëzohet edhe kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, edhe këtë pjesën e pamoral aspektit të qenit i pamoralshëm e konsideron temë të kryme, nuk është temë e kryme. O temë e kryer që ki dal nga errësira në dritë. Amo joshja dhe rreziku për me mëkati është prapë evident. Prapë ka rrezik. Është qartë, nuk është temë e kryer, ose për shembull dikush të zon e ka pasën të zonë jetën e mëkatit, jetë me mëkatit e shoqënisë, jetën e natës e kujtim çka. Ajo është temë e kryer në kuptimin që je pendu për atë pjesë të së shkuarës, ama mundësia e mëkatit nuk është që është duk mundësia. Mund të marrë një moment që dobësohesh gjend pa përgatitur, një moment që të sforcohet joshja ose kujtim çka, edhe domethënën me pasën domethënën doni thumi ramja domethënën dhe zërin në thu. Për arsye, rreziku i përhershëm i udhëzimit është mëkati. Edhe ndaj na duhet në vazhdimsi me investu në këtë temë. Jo për të bërë enjoy, se s'bëmë enjoy. Po për me di çysh menaxhohet kjo situatë. Ndaj e kom përmend edhe te seria e plogështisë, kom përmend edhe te seria e ubudijës që fikhu i mëkatit ose fikhu i mëkatimit ose dienit për mëkatet në kuptimin çysh mi trajtu mëkatet, çysh mu neverit për mëkateve, çysh me luftu me mëkatet, çysh mu ri më këm pasërën e mëkatit. Sa më shumë që di për mëkatet, ki më shumë predispozita për më konë më i fuqishëm, edhe mas të e rrugën e Allahu subhanahu wa taala. Nuk duhesh veç me fol për ibadetin edhe për përkushtimin edhe për entuziazmin edhe për ambicien, po duhesh me fol edhe për rrezikun. Është qartë? Për arsye, me lenin Allahu subhanahu wa taala, sonte kemi trajtuar vetëm një aspekt të kësaj teme. Do thonë, fikhu i mëkatimit është temë shumë e gjatë. Edhe ndoshta duhet shumë kohë dhe shumë studime edhe të tjerë që mund të jenë më të denjë, edhe do të duhet të ishin më të denjë, ata me e shpjegu më gjatë këtë temë. Sepse ka disa tema që kanë bëjnë me mëkatet, duhet kohë dhe duhet pjekuri dhe duhet mosh për me konstatu se çështu i bë, edhe çështu nuk i bë. Një prej gjanave që kena me trajtu sonte me lenin Allahu subhanahu wa taala ka të bëjë me pasojat, me ndikimin negativ që e lënë mëkatet. Mirë po. Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij që është Sëmundja dhe Ilaçi i përmend pasojat e mëkateve, ndoshta kur si ka përmend çka përmend ai. Mirë po, ato janë të lloj-llojta, kurse sonte kena me përmend vetëm një aspekt të ndikimit negativ të mëkateve.
kanë fjalën ndikimin negativ të mëkateve në rrugtimin tanë drejt Allahut. Domethënë, çysh mundet me të bëj dëm fetari? Çysh mundet me të bëj dëm perceptimet e tua fetare? Çysh mundet me ta të llovit, domethënë rrugtimin edhe koncentrimin tanë drejt Allahut subhanahu wa taala. Keni vëmendjen, këtu kisha pas dëshirë me analizuar një fakt. Jena të folën për pasojat në fetari, sepse konsiderohemi që një fetar që aty njihet më i kërcënuar. A është qartë? Për shembull, me ta përmendën mëkatet ta hupin bereqetin e rrezikut, për shembull. Apo? Është pasojë e madhe, ama një fetar i cili e di që me ju dëmtu fetaria paguhet me ahiret kjo punë, domat më shumë i analizon te pjesa fetare. E sidomos keni vëmendjen, është një fjalë Ibn al-Jauzi thotë kështu. Thotë ruju prej pasojave të mëkateve. Nuk do thonë ruju prej mëkateve? Ruju prej pasojave. Do njerëzit e mençur e dinë që mëkati si mëkat mundet ndoshta mos më kon çaq që ata me dramatizu. Amo pasoja është dramatike. Është pasoja është domethënë për mu bë e madhe. Thotë ruju nga pasojat të mëkateve, thotë sepse mes Allahut dhe njeriut nuk ka hatër edhe farefisni. Për shembull, dykon ti fëmia jote ka bën një gabim trashanik, fundi auton, fëmia jote është edhe trajton ndryshe. Është qartë, ndoshta tjetri ka bën një gabim të vogël, po ndërsa është i joti, s'ki do një afërsime të e bën të madhe. Thotë ruaj për pasojat të mëkateve sepse mes Allahu subhanahu wa taala edhe njeriut nuk ka farefisni, nuk ka afërsi, nuk ka domethënë lidhje. Ajo është Zot në ena krijesa. Thotë dhe keni parasysh se Allahu kur fal shumë edhe kur dënon edhe për pak. Me kuptoni si fjali? Për shembull, ti e menon ai ka shkuar 99 vet i ka privuar nga jeta, apo? Edhe shkon pendohet edhe i pranohet pendimi, apo? A ka diçka më tron? A këndej një gru ka hyrë në xhenem për një moc? Ka hyrë për një kafsh. A e kuptoni? Domethënë, kënena jo është fal këtij një mëkat shumë i madh. Kënena dikujt tjetër si është fal një diçka më e vogël. Çka lëmë nuk kuptu kjo? Kjo lëmë nuk kuptu që ti nuk mundesh mi propozu Allahut që Allahu sillet me krijesat në raport me mëkatet. Ti duhesh më rrit pi pasojave. Ti duhesh mi bot më e pasojat. A është e qartë? Do të thonë, kjo është një situatë, subhanallahu, kur një pjesë e madhe e botkuptimeve fetare dhe trajtesave fetare mesin gjysmake. Mesin gjysmake pikërisht nga ky shkak. Se ti shumë e menon, auton dikush ka një xhenet se ja ka dhënë një ujë qenit, ai tjetër ka një xhenem se i ka dhënë mocës, po kapitull si ki kuptu. Se kurkush se ka përmend dietarëve vlerën për me dhënë kafshëve ujë ose qenve. Po e ka përmend se si u pendu sinqerisht. Edhe se si kjo ka qenë pa shpirt, edhe se ka moshiruar një mac, edhe domthon ka një xhenem. Ose rasti tjetër i asaj sahabeshës që i vin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thonë ja Rasulullah, e kena një kujshike e cila falet, agjeron, apo? Ama domthon i bën kujshive domthon shumë dam, shumë i shqetëson, shumë i bën zarar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë hiya finnar, ajo është në zjarr xhenemit. Domthon sahabesh se nuk kanë qenë duke pyet por doni hebreje. Ajo pyetja është për një banore të Medinës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ajo është në zjarr sepse Allahu alam çka qenë raporti i saj me Allahut, me saj dhe Allahut që pastaj Allahu për çka ka më çu domthon në xhenem. Për arsye, njohja e pasojave të mëkateve të kthen në një qendër të mirëfillt se si më i trajtu pastaj këto tema. Se si pastaj për shembull, një ramje ndoshta dikush në vëllazër e bën një gabim të madh, po çfarë di me menaxhu mirë, edhe kthehet te Allahu, ndoshta kthehet më fuqishëm se sa ka qenë. Dikush ndoshta me një gabim më të vogël shet derisa devion krejt. Sepse domthoni mungon që fiku çysh më u çasën temës edhe trajtesës së mëkateve. Unë kam përzgjedhur në vëllazër diku një 10 pasoja të mëkateve, ama që kanë të bëjnë me fetarin. Domthonë ku të prek gjunohi, ama masi të ka prek, masi ke bë mëkat, domi tu ka kthyer në fe. Jo për shembull shqetësime shpirtërore, jo për shembull probleme financiare, jo për shembull, ku diun diçka tjetër, është çfarë? Tu ka kthy në fe. Domi i parë, thot Allah subhanahu, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çfarë do që ju godet juve, një sprov, një goditje në jetë, ajo është si pasojë e asaj çka keni bëju ju. On goditet diçka në jetë, ki bëu diçka që të ka. Dhe Allahu fal shumë. A keni parasysh ndonjëherë që na shumicën e rasteve kur të me çikta jetë, çfarë do që ju godet në jetë, ju godet si rrjedhim i bëmave tuaja.
Çdo goditjet ne I këshyrmi në krejt aspektet e jetës, veç në fesë këshyrmi. Për shembull, e keni shqetësim punë, të kujtohet çka jetë. E keni të lashën në shtëpi, kujtohet çka jetë. Ama për shembull, ti virdi Kuranit, nuk e ki parasysh që këtë jetë. E jam I qartë shumë domethënë? Prej gjonave bazë që duhet me kuptuar në tek njerëzit që kanë udhëzim të mirëfillt, është që sikur që e përmend Ibn al-Jauzi thotë wa ahwanu al-uqubati ma kana waqi'an bil badani fi dunya. Dënimet më të lehta që Allahu I godet njerëzit pas mëkateve janë ato të cilat e prekin trupin. A na që ato I konsumojnë matmajat. Realisht që ajo masleti, domthon të ka ndodhur një sprovë në trup, në shnet, ku diun në sëmundje kështu më radh. Ibn al-Jauzi thotë nëse do të dënoj Allah subhanahu wa taala për ndonjë gabim tonë, realisht kjo është e lehtë. Pse? Se te matja këtyre njerëzve ron u kon kur të prek kush feja jote kur të preket. Arsye pasoja e parë e mëkateve është të mos I shohësh dhe të mos I ndjesh pasojat. A është e qartë? Domthon je dobësu në sot caktuar, kjo rando gjinohe, shka mund të më ndodhë mas kësaj? Ja nis mos me I pa pasojat. Jetun pasoja, je duke I hequr pasojat, por realisht nuk je duke I pa domethënë si pasoja, sepse domethënë ndoshta gjithkohë je të menu, veç te feja nuk është të menu. Pasi thot Ibn al-Jauzi, thot min a'zami al-mihan al-ightiraru bis-salamati ba'da adh-dhanb. Thot për mashtrimit më të madh që mund të ndodhë njeriu, është muni I sigurt edhe muni rahat mas gjunahit. Domthon veç që je rahat, mas I u bë gjunahi, kjo është domthon një lloj prej llojave të domthon një gjendje të keqe që veç ke filluar që nuk je duke pa që të ka prek domethënën në fen tënde. Pasojë e dytë, në gjithë çtu pajtomu një zëri, jena në ujdi të plot, që udhëzimi është nder prej nderave që Allah subhanahu wa taala e bën njeriu, apo? Domthon Allah kur do me të neru, tullzon. Allah kur do me të neru, t'jep dije. Allah kur do me të neru, t'jep devotshmëri. Allah kur do me të neru, të jep përkushtim në adhurime të caktuara e kështu me radhë. A çështo? Tamam. Tash kur vin ato transmetimet, I kena përmendur apo ligjrat të tjera, për shembull që kanë ardhur Ibrahim ibn Adhemi, që I kanë thonë këtë arenat I kanë për me fal namaz natë, po s'po më fal, po më hik namazi, s'po më çu fal namaz natë e kështu me radhë. Edhe I thot Ibrahim ibn Adhemi, thot fa inna wuqufaka bayna yadayhi fi al-layl min a'zami ash-sharaf. Thot dia thot se minejt Allahut në qiyam namaz natë është min a'zami ash-sharaf, është pin derave më të mëdha që Allah mund të më bëjë. Është nderim I madh që mund të më bëjë Allah subhanahu wa taala. Thot wal 'asi la yastahiqu dhalika ash-sharaf. Mëkatari nuk e meriton këtë nderim. Mëkatari nuk e meriton këtë nderim. Do të thonë, kur vjen dikush edhe I thot Fudhejl ibn Iyadit ose që janë para transmetuar për tjerëve që s'u po çon natën, thot legjëno ditën, çosh natën. E kështu me radhë. Të partë tonë të mirë që këtë temë kryesisht e kanë trajtuar me namazin e natës. Se ata që aty e kanë pas, ose është ardhur në transmetim për shembull për njërin që I ka hik virdi Kuranit, ka thonë wala ma aqra wirdi wa ma dhalika illa li dhanbin adhnabtuhu. Thot ka hik virdi Kuranit që e kam pas programin. Dhe kjo s'ka ndodhur ndryshe vetë se kom bërë një gjuna. Pastaj si pasojë e kësaj, s'ka mujt me mojtën virdin e Kuranit. Që kjo temë, që kjo e dyta, pasojë e dytë, zakonisht po flas për veti, kudo që e kam ligjëruar ose kudo që e kam punë për libra, përmendet pasojë për pasojë të mëkateve është privimi, të privon Allah prej sevapeve. Unë kisha pas që tash me çujt ndryshe. Jo mi thon privim. Ndoshta, domethënë, me e çujt humbja e nderit. Se ti dje kur je çu më fal, je kon tu nderu. A pe kuptoni? Ose që të ditë që je kon të lezu për ditë Kur'an, je kon mbi ty u kon të lëshu një nderim hynor. Allahu kon të neru. E shkaku I gjunave të kanal që këtë nerë. Domethënë, pasojë e parë ke mos me I pa dhe mos me I ndje pasojat. Pasojë e dytë është me të hub nerimi I Allahut subhanahu wa taala. Me të hub nerimi I Allahut subhanahu wa taala. Kjo si për shembull ne kena shumë vllazëni që kena pas nderse. E çfarë pastaj mungojnë. Edhe e konsideron thjesht domethënë si një ngjarje random, dinamika e jetës e ku shka. Jo, duhet me menu edhe nga ky kënd. Se nëse për shembull po të kaluam në Allahut ti ka rënë çashtu punë ti më kon ders. A ka nder për Allahut për ty? Tamam, tash që s'punosh, a mund të më konën kuptimi kundërt? Domethënë, nëse ti kur vjen ders, tu Allah më ka neru me armë nguçi këtë ders. Atëherë ti ruaj çka do të thënë, nëse ti këtë der, do të thënë konson të sakt, atëherë kjo edhe ka kuptimin e kundërt. Kur privohesh, Allahu nuk po të neron. Pasojë për pasojë të mëkateve është edhe humbja e nderit, edhe privilegjit, edhe vlerës, edhe asaj domethënies
që e ki tek Allahu subhanahu wa taala. Për shembull, ti e nëron dika shumë. Edhe rrjedhëmisht ti kur e nëron dika shumë, prit një sjellje e tij në raport me ty më kon më e motor, më e sjellshme, më e denj. A është e qartë? Është e natyrshme, përderisa ti e ke nderu. Për shembull, në vazhdimsi ti tazom i kije 10 kushëre për shembull, ama njërin pikë këtyre 10-ve e nderon pak më shumë, ki respekt më shumë, i jep më shumë domethënie, i jep më shumë vlerë. Nëse ky për shembull të rebelohet ose ky tregon jo respekt ndaj teje ose ndoshta edhe punon mas shpinën kështu me radhë. A e nalti nderimin? E nal nderimin. Mundesh më kon shumë bujara, më mundesh edhe me nal, domethënë nderimin. Tash ti prej 10 kushëreve njërin e ke veçuar me nderim, ai nuk tregohet i denj në raport me këtë nderim që e bën ti, edhe ti e nal. Ti nuk je 1/10, ti je 1 miliardë. Ti je 1 miliona, ti je 1 qindra mira që Allah të ka ndëru. Në është e qartë. Domthonjë këta kështu këtë njerëzimin të kanë ndëru më kon musliman. Këta kështu këtë musliman të kanë ndëru më kon i sunetit. Këta kështu këtë të sunetit të ka mësuar Allah më kon i përkushtuar devotshmëri kështu me radhë. Edhe pastaj do të ban gjuna, domthonë mundet pastaj pas nderimit mu hjek nderimi që Allah subhanahu wa taala domthon ta ban, edhe rrjedhëmisht pastaj domthon kjo pasojë në fe. Kjo është pasojë në fe. Ndaj thot Hasan Basriu, hanu alayhi fa asa. Thot tek që u bën të pavlerë tek Allahu, Allahu i la me rënë gjuna. Walau azzu alayhi al-asamahum. Të kishin pas vlerë më shumë te Allahu, Allah i kishte mos rënë gjuna. Të kishin pas vlerë më shumë tek Allahu, Allahu i kishte domethënë mos me rënë domethënë gjuna. Pasojë e tretë, e kom trajtu këtë diku tjetër më xhan, mirë po këtu po konsideroj që në mënyrë përmbledhur mjafton. Pasojë e tretë për pasojëve të mëkateve që dëmton fetari është prishja e rahatisë me Allahun subhanahu. Prishja e rahatisë me Allahun subhanahu taala. Domethënë, ti kur je i devotshëm dhe i kujdesshëm e keni çdo rahati, jo siguri për dënimin të papritur të Allahut. Është qartë? Na sërish kemi frikë për Allahut. Anë se mumi më kon më të përkushtuar një ditë, një javë kështu me radhë. Mirë po është një gjendje rahatie, shkaku që s'ki bëj gjuna. Për shembull, e keni periudhë Allahu subhanahu wa taala në çështën e dynjajës të ka kufizuar. Shumë synime të jetës nuk është të realizuar. Ndoshta e menon ursinë Allahu subhanahu wa taala që më mirë është çështë më ndodh. Ndoshta menon që Allahu të trujt diçka për një ditë tjetër më të bukur, më të mirë kështu me radhë. Ama kur je mëkatar edhe kur përlyesh me gjuna, e keni para hati, mos sobe të ndodh që kjo pi gjunave. A pe kuptoni? Ose për shembull në fetari. Për shembull ndodh këtë çështje jote infektohen për një ide të gabuar. Vën një ide ekstremiste ku nuk ka këtë bin. Edhe e gjen nefsin tënd që po tanon zemra dhe ti me shkuna tona. Kur je i përly me gjunove, mundot më konë edhe me menu njeri se ka prish rahatin me Allahun subhanahu wa taala, mos është që Allahu s'po mërun për këtyre mendimeve të kota, shkaku i ndonjë prej mëkateve të mira. Ndërkaq kur e kije një farahatia që je larg domthon për gjunove, je më i sigurt që domethënë e ke një lloj trajtimi më të mirë, më të denj, domethënë në marrëdhënien tënde me Allahun subhanahu wa taala. Pasi thotë dikush me njerëzve turp, thotë leysa al-ghina aghna min sukun al-qalb. Nuk ka pasuri se sa kur je rahat shpirtnisht. Domthon s'ki bëj gjunove, si për lytikun, je rahat shpirtnisht. Thotë leysa faqrun afqara min ittirab al-qalb, nuk ka varfëni më të keqe se sa kur trazohet zemra. Kur trazohet zemra. Këtë ndoshta ndër vëllezër mundi me kuptu pak më mirë, për shembull njerëzit të cilët janë të disiplinuar mi respektu normat. Ata më të qetë, sa i ka rregull mi respektu normat. Ama i cili herë i respekton, herë i shkel, a e ka një lloj ndjenje të parahatis, në mos pa e kap regjistri ose ku diun ne, apo ku evidentohen shkeljet e tij. Ose një njeri për shembull në raport me dikë, për shembull në raport me një vëlla musliman që keni punë bashkë, je 100% për herë i sinqert me të. Je më rahat në raport me të. Ama nëse ndonjëherë je i sinqert, ndonjëherë je me hile. Ndonjëherë je sinqert, ndonjëherë je mas shpinë, ka situata që nuk je rahat, vrehesh, nuk je shumë i relaksuar. Që këtë relaksim, apo që këtë gjendje rahatie mundet më të prish shkaku i, domethënë e mëkatit. Për arsye, kur e kam pyet Hatim el-Asami, kanë thonë, a ki dëshirë diçka në jetën tonë? Thonë po, për dëshirat e jetës time është që thotë më kanë rahat në një rahati që nis dita rahate përmbyllet me një natë të rahatshme. Ka thonë po, çka kjo, thonë dita e rahatshme, nata e rahatshme kështu me radhë. Thotë ina afiyati yawmi an la a'si Allah fi. Ka thonë rahatia e ditëve të mia është çato ditë që si bëj Allah gjuna.
Çato ditë jam kundër hatune. Çato ditë, domethënë jam kundër hat sepse nuk I kam bë, domethënë mëkat Allah subhanahu wa taala. Pasojë e katërt që e dëmton fetarin është humbja e shijes. Është humbja e shijes. Domethënë fillon njëri ndoshta me pas një përkushtim, e lexon Kur'an, e bën dhikr, lutet, është me xhliset e ilmit, e dhikrit, e xhamisë kështu me radhë, po nuk e ka një fetari domethënë me domethënie edhe me shije. Kjo është shumë e rrezikshme. Pse është e rrezikshme? Sepse në mungesë të shijes nuk ka entuziazëm të fuqishëm. Edhe njerit kur I bën entuziazmi, pastaj domethënë munohet fetarin me majt me kufi, nuk munohet me majt pastaj me shkallë të larta. Ndërka që ata të cilët e shijojnë diçka më shumë përkushtohen edhe rrjedhimisht e kanë një forcë të shtuar për me qenë domethënë më të përkushtuar me lenin Allahu subhanahu wa taala. Kjo është transmetuar prej dikujt prej Ben Israelve, që I ka thënë Allahu subhanahu wa taala, o Zot, sa gjunojnë të kombohen dhe apet nuk po më dënon. E pastaj Allahu subhanahu wa taala I tregon atij nëpërmjet një profetit edhe I thot a di që sa jam të dënuar ti s'ku kshet e di që jam të dënuar. Unë pimat jam të ndëshku ty, po ti s'ku kshet e ndjen ndëshkimin tëm. Elejse qad haramtuka halawata munajati. Thot as të kom privu prej ëmbëlsisë së komunikimit me mua, që sa më lutesh mban dhikr as nin kur gjë. Kjo boll dënim. Kjo është boll dënim sepse edhe pse më shembull më I lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Qysh është për shembull, ti më kon të komuniku me dikë, edhe je duke I tregu diçka me shumë emocion. I ti kallzu një lajm shumë të rëndësishëm. Je ti kallzu ku diun çka, kurse e ka në hold aty në telefon. Nuk ka të tni. Do është thymje për ty. Pastaj më shumë thoni thuja një herë shapate më thon. Ti e thova një herë me emocion. Nuk e kuptoni? E shpesh njet, domethënë ti jetë ju lut Allahu subhanahu wa taala. Allahu nin, se Allahu është absolut. Allahu ti takon shembull më I lartë. Allahu nin. Amo domethënë çaq je boj pavler dhe të ka harru, domethënë ti je duke I përsërit disa fraza dhe duke I recituar disa fjali, por realisht domethënë nuk janë që Allahu subhanahu wa taala ashtu të përgjigj. Përsa na kur kthehemi pi rukuz, çfarë thomi? Semi Allahu liman hamida. Allahu e dëgjoft atë I cili po e lavdëron Allahun. Allahu nin. Pse thomi ne Allah e dëgjoft? Kto për qëllim Allah e dëgjoft me përgjigje. Allahu e dëgjoft me përgjigje. Domethënë, nëse ti komunikon me dikë me një lidhje dhe pastaj e kupton se lidhja ka qenë e shkputun, ose ka ra lidhja, a nuk është domethënë thymje? Thymi është. Edhe pastaj tendenca me përsëritën lidhjen është më e vështirë. Por arsye një duani devotshëm që mos me to kput lidhja me Allahun subhanahu wa taala. E sidomos kjo pjesa e shijes ka të bëjë me atë pjesën sikurse ka marrë shembull Yahya ibn Muadhi, thotë shija humb sikurse I humb njerëzve të smut. Domethënë njeriu kur është I smut me smundje fizike, domethënë ushqehet vetëm sa për mbijetesë, jo për mi shiju gjonat. Në është qartë? Ajo nuk është jetë. Nuk është jetë. Domethënë nuk mundesh me jetu gati, a nuk jeti një shije domethënë gjonave të cilat je duke ushqyer me to. Në këtë rast domethënë jeta muslimanit, I cili kryen farzat, ama gjuna çarkën, ai veç nuk ka tu dek. Sikurse domethënë jeta e një të smutit, I cili ushqehet për mungop, ama jo që ti shiu ushqimet, se smuja I pengon. E në këtë rast smujat e fizike të pengojnë shijen e ushqimit, mëkatet janë smujat e zemrës, që domethënë pengojnë me shiu domethënë ibadetin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Njeri I smut vllazni, a mundet me bëj shumë udh? Nuk mundet. Njeri I smut, edhe nëse ka patjetër me bëni udh, ka me bë me shumë ndalje, me shumë pauza, me shumë pushime. S'mundet ai shumë udh me bë. E aq më tepër që ndoshta udha edhe ja përkëtson gjendjen. Edhe çka ndodh, ndoshta edhe vendos më kthy. Por arsye nuk mundet më konsideru për shembull, që kjo është udha na me gjunoj që na me ka përsy. S'mundesh domethënë në tan kohën me nejtën me idenë që gjunohet janë pjesë e realitetit tëm. Edhe pjesë e paqes së të jetuarit me një realitet pashmangshëm, se çto janë jeta jonë, edhe me menu që kemi bëu udh. Po gjunohet janë pjesë e jetës tënde, të kanë përlyt, kanë ranu barrën kështu më radh. Ama dush me ditë që ose kemi bëu pak udh, ose shumë udh ngadalshme, ose eventualisht dikun kimu lodh dhe kimu kthy të mas. Dikun kimu lodh edhe kimu kthy domethënën të mas. Për arsye për shembull na këtë në mujmë me pa për shembull në Ramazan, edhe në vetë në prag të Ramazanit. Për shembull mujmë me pa në Ramazan njerëzit e shijojnë kogja mirë Ramazanin. Po pastaj domethënë shija shumë shpejt huk mas Ramazanit.
Tash janë dy interpretime, ka të tjera, po dy bazë që ndoshta mund mi pa. E para vën shija se ka tobe dhe ka falje mëkatesh. Edhe dyta rritet intensiteti i ibadetit, i cili intensitet e mund pasojën e mëkatit. A është qartë? Sepse na këtë kena një kulturë që në Ramazan duhet të bëj pak më shumë ibadet. Edhe në moment që ti bën pak më shumë ibadet, edhe pak më shumë istighfar, pak më shumë vepra që mes atyre veprave falen mëkatet, automatikisht lirohet dhe kthehet shija. E keni vënë për shembull njerëzit që kanë pasur doni smuj, si pasojë e terapisë, për shembull nuk kanë mujtën me i shiu gjonat. Edhe shembull të ata lajm kur i kthehet shija. Po, sonte hera parë alhamdulillah nita shijen. E tash e konsideron, me mjekun e vet të diskuton kur u kthy shija. U kthy mas çkash ditë terapie kështu me radhë. Te na mjekët e ligjerimit fetar për shembull konsiderojnë që kur u kthy shija, shembull kthehet ditën e parë 2 Ramazanit, jo kthehet mos i bëjmë goxha shumë ibadet, ama shumë bëjmë goxha shumë domthon istighfar edhe tobe. Pasi thotë Abu Sulejman ad-Darani, thotë leysa al-ajabu mimman lam yajid ladhat at-ta'a. Thotë nuk çuditna me atë i cili nuk e ka gjetë shijen e ibadetit. Nuk çuditna me atë i cili nuk e ka gjetë shijen e ibadetit. Thotë inma al-ajabu mimman wajada ladhataha thumma tarakaha kayfa sabra anha. Thotë ti shka çuditna më shumë. Dikush ka një herë ka shijuar ibadetin, pastaj e ka humb shijen, edhe çysh mundet me bëj sabër me nejt pa çat shije. Domethënë për shembull ti vesh kur ta menojsh 10-shin e fundit të Ramazanit kalum, çfarë shijimi, çfarë përjetimi, çfarë emocioni, çfarë përshpytshmërie, çysh ki mujt me nejt një vjet pa çat shije. Atë është e habitshme, çysh s'ka marrë malli domethënë për çat shije. Pasojë e 5 është humbja e qartësisë. Është humbja e qartësisë. Domethënë, sa herë që shlosh gjunoje, ka gjas më të mbështjell disa mesele në fe. Ka gjas më të mbështjell disa botë kuptime. Ka gjas më të mbështjell disa aspekte të perceptimit të fetar. Për shembull, shlosh gjunoje, edhe përlyesh, edhe nuk përmirësohesh, nuk pendohesh. Për pasojat që mund të më ardh, për shembull mundesh me menu fjala bie deri ndja ki pas shumë të fortë te vekulin Allahun. Tash ndoshta mbështjellohet kjo, nis më shumë me menu te sebepës sa te vekulin Allahun subhanahu wa taala. A e kuptoni? Ose për shembull, ndoshta deri ndja ki menu që Allahu t'i ndreqë rënien në të edhe vend deri te suksesi. Tash ndoshta i servilizohesh çdo kujt për me mujt më ardhen te, domethënë tani sukses. Pse tu ka humbë qartësia? E ki pasi qartësinë. Pi pasojat mëkateve është domethënë humbja e qartësisë. Shumë të qarta e ki pasën temat, pastaj bën të mjegullta. Për arsye, është mësues që Imam Maliku kur e ka po Imam Shafiun se sa i devotshëm, sa i prir për elëm me kështu me radhë, ka thonë inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura. Fala tudfi'uhu bi dhulmati al-ma'siyah. Thot për që Allah në zemrën tonë pas ka vënë një dritë, dritën e imanit, devotshmërisë. Thot mos e fik me errësirën e gjunave. Do të thonë për më kon Shafi'i, do të më kon i devotshëm, do të më kon larg gjunave, se për ndryshe fikët kjo. Fikët, do të çka çartësi me ta mësoj Allahu let mi kuptu gjonat e kështu me radhë. Këtë ku mundi me gjetë si domethënie fetare, thot Allah subhanahu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nëse jeni devotshëm te Allahut, Allahu ja mundson ju mi dallu gjonat. Shko e mirë, shko e keq, shko e pa vërtet, shko është e vërtet. Shko hak, shko batil. Shko është kuptimi i kundërt, nëse jeni devotshëm, por lyno i mbështjellën. Për këtë për shembull, e keni vënë ndër vëllezër dy situata, për shembull, një situatë njerëzit që përfundojnë me menhexhe të gabuara, edhe gjithë ja lajm fajin shpjegimeve fetare ose autoriteteve fetare, nuk ja lë kur gjunave të veta. I thonë vëllai, ti shikoni devotshëm se Allah s'ta ka mësuar me mi kuptu gjona. Ose nëse ki gabuar, pse mas 2 muajve se ki kuptu? Se ndoshta e ki pas gjunojnë me ndihmallësisë. Çaj gjunas të kalon ti më nënshtrua shpjegimeve të sakta. A e kupton? Kjo është e para. E dyta situatë është kjo e shumë vllaznive, sidomos në disa zona ku kanë joshje pak më të mëdha, që nën stop kshyrin me allakat fetfa lehtësuese për disa forma të haramit në tregti e kështu me radhë. Pikërisht nga kjo, jo që mesela është e paqartë, mesela është e qartë, madje ka mesela nga këto mesela që janë mesela domethënë që dihen fe që janë haram. Dihen, ama ata nën stop lypin fetfa. Pse lypin nën stop fetfa? Se i ka humbë qartësia. Shkaku që u përlyt dikon gjunohe, nuk i shet qartë që kjo nuk është rrugë e suksesit. A është qartë? Nuk e shet qartë që kjo nuk mund të më kanë e bereqetshme. Nuk e shet. Ku i ka humbë qartësia, i ka humbë domethënë pasi ka rrodë domethënë në ndonjë prej mëkateve. E shohim Muslimi
Prej Hudhaifës radhiyallahu anhu kur e ka dhënë atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si njëri për lyjet e bën gjuna kështu më, edhe i nxjihet zemra derisa çka thot la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. E pastaj më sonë ti thot nuk e njeh të mirën dhe të keqen veç çysh i vën për çefi atij. Veç çysh i vën për çefi. Që kjo veç çysh i vën për çefi, që i mbështjellet e vërteta edhe pa vërteta. Kur po vën hadith po thot masi të është nxime gjunohe. Njerëve një pik, pastaj një pik, pastaj një pik derisa të nxjihet zemra. Kur nxjihet e hub furqanin. E humb që këtë forcën, domethënë me i dallu domethënë gjonat edhe të vërteta. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, thotë Allahu subhanahu ja'ala mimma yu'aqibu bihi an-nas 'ala adh-dhunub salb al-huda wal-'ilm an-nafi'. Për formave që Allah subhanahu wa taala e ka bën me i dënu njerëzit kur bin gjunohe, është me ia marr udhëzimin edhe me ia marr dijen. Një kon shumë i kanë diellur në temat fejes, veç e sheh, domethënë nuk i kimo çash qarta, nuk jemo çash i sigurt në çato për caktimet e tua domethënë fetare. E sidomos nëse e shikojmë këtë temë edhe nga një këndvështrim tjetër. Thot Allah subhanahu: "O men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i devotshëm te Allah subhanahu wa taala, Allahu ka me i dhon rrugdalje edhe ka me i dhon furnizim pika se kujton. Cili është furnizimi më i madh në jetë? A nuk janë kuptimet furnizimi më i madh në jetë? Kuptimet, domethënjet, konceptet, bot kuptimet, rregulla, a nuk janë çdo besimet, dogmat, a nuk janë çdo rrezik më i madh në jetë? Domethënë sot ka mësuar Allah subhanahu wa taala me mrrini pasuni që se ka pas gjatë gjithë jetës as babët, as gjyshi, as të gjyshi ose pasunitë e të treve. Tu nuk mund më kanë sigurisht një domethënie si me të të fiton xhenetin. Është qartë? Se fundi ato janë cenet e kësaj dynjaje, shfrytëzon për një kohë dhe vdes edhe u kry. Ama në kuptim që ty të vjen jeta, nuk ka rrezik? Është. Pse Allahu s'ta ka dhënë këtë rrezik? Se nuk i treguar i devotshëm te Allahu në çështjen e domethënën e mëkatit. Ndaj ka ardhur në një prej atherave inal abda la yuhramu rizq bidhanb yusibu. Baki robi privohet për rrezikut shkaku i mëkatit. Shkaku i ndonjë mëkati. Ku e citomi në këtë hadith? Zakonisht e rrezik i kësaj jete. A moralisht rrezik janë edhe kuptimet, edhe bot kuptimet, edhe çfarë siguria. Për shembull me tartë është këtë njerëzit e dynjajës, me thonë që ta janë dietar devijum. Për dietar të Ahlusunnet, nuk jam shumë i sigurt, jo, këta janë alhamdulillah hakut. Kur ti mos më të them, kjo s'blehet me parë, kjo siguri. Rrini me njerëz që kanë dilema, e shet, domethënë janë me një parahati, domethënë më shumë ngjan me njerëz smut se me njerëz shnosh. A më na e kena rregull mbi të hadithi i Dejxhallit. Ai besimtari që i ka meselet e prera, opton i sigurt. Ai bashkë kur ti ndodh ajo goditja e madhe mbi Dejxhallit, tash më ka shtu bindje që ti Dejxhallit çtu ka në hadith. A është qartë? Edhe tash nik pikaç kjo si ka rrezik, Allah më ta dhon ty çka të bindje. Ama pse shumë vllazëri edhe shumë motrave ju kanë humb bindjet? Shkaku i gjunave. Domethënë një motër ndoshta në periudhë, ndoshta ka rrezikuar me dal pi shtëpia shkaku i mbulesës. Mas 10 vite pas më të bëhet feministe. Një vëlla musliman për shembull, këtë familja e tij kanë qenë kundër tij dhe e kanë bullizuar, e kanë shoh, e kanë marginalizuar, ndoshta e kanë linçuar, ku këtë i ka duru. Mas 10 vite bëhet ultraliberal. Ç'ka ndodh? Ka ndodhur diçka, ka mes ti dhe Allah. Ka diçka mes ti edhe Allahu subhanahu wa taala. Pasojë e 6 thot Ebul Hasan al-Muzayyin thot adh-dhanbu ba'da adh-dhanb 'uqubatu adh-dhanb. Gjunoji mas gjunojit është pasojë e gjunojit. Është dënimi i gjunojit. Domethënë, prej pasojave të gjunave është që të shtohet zinxhiri i gjunave. Domethënë, çelët udha e gjunave. Domethënë, gjunoja e thirr gjunojin. Mëkati e thirr domethënë mëkatin. Çipi, për shembull, nëse kishmi ilustru, nëse ti ke shkuar me një udhë, edhe udha shumë e gatë. Kthem mbrapa nuk ka. Duhet me do mos mu përshku edhe mu ka përcye udhë. Më po ti çdo kilometër duhet me marr ka një gur i cili s'kryn punë. S'dohet edhe me vënë në torbë. A është qartë? Domthon ti ki potencialisht forcë me i bajt 5 kg, se udha shumë e gatë. Ki më një javë. Ama çdo 1 kilometër ti duhesh me marr gur edhe me i vënë në torbë, me i bajt për srani. A e ki udhën e lehtë? Po se ki udhën e lehtë. Sa të s'kryn punë. Domthon ti në vazhdimsi gjatë udhës merr me bajt për srani mëkate. Edhe tash nëse eventualisht janë kushtimisht të përballueshme ato mëkate,
udha të vërtetësohet. Po nëse bëhen më shumë se sa takati jot, atëherë të rrezojnë. Atëherë domethënë të rrezojnë. As nuk i mbritë qëllimi, as nuk i kthyet mas. Për arsye domethënë një pasojë të mëkatit është domethënë çelja udhës, domethënë për mëkatet. Pasojë e 7, po që mund të më kanë me këtë 6 në bashk, po pelomit 7 ftosin veti, është ajo që përmend Ibn Qayyim rahimullah, thotë tikraruha yurithu al-qalb ilfaha wa mahabbataha. Thotë kur të bësh gjunohe, po pasojave është që ja nis mu lidh edhe mu dashur me gjunohin. Domethënë, ja nis mu bëhet pjesë e jetës sa son rrip atë. Unë më kaç që e bën një herë, pastaj e bën 2 herë, pastaj e bën 3, pastaj e bën për ditëshmëri. Pastaj edhe me një farforme ja nis sa son rrim atë. Që kjo që son për rrip atë kjo dënim. Kjo është domethënë pasojë kjo dënim për dënimeve të Allahut subhanahu wa taala. Pasojë e 8 e mëkateve i humb shokët e udhës. I humb shokët e udhës. Që ta kisha pas dëshim keq të shëni me ngu mirë. Sepse domethënë shumë udhë njët me lënë Allahut këna ju bashkë. Nëse mas 5 vite, 10 vite, 15 vite, domethënë në rrugtimet e tona drejt Allahut, dalin plasaritje të kota, kthehemu te çka pikë. Bëmu sinqert. Afa jam, afa jot, çtu kthehemu. I humb shokët e udhës. E shënon Imam Ahmedi, shejshoi thotë hadithi sahih për Abdullah ibn Umar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Walladhi nafsu Muhammedin bi yadi." Pasha atë në dorë të cilit është shpirti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ma tawadda ithnani fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhuma ahaduhuma. Si duhen dy vllazni, si janë dy vllazni nudhe, edhe e dojnë një tjetrin për Allahut. E vjen dita dahën, veç janë dahë që njoni ka bënë gjuna. Domethënë prishja e muslimanëve, edhe shkputja e rrugtimeve të hajrit, edhe plasaritja, edhe dëmtimi i kauzës së përbashkët në rrugtimet e tona drejt Allahut. Nëse vjen dita edhe ma nuk jena vllazni, ma i dojmë udhë, ma s'dojmë me një tjetër, veç këtu kone i mëkat, cili Allahu alem. Për shembull, shumë situata na e zhvlerësojmë mëkatin e gibetit, shumë situata e zhvlerësojmë mëkatin e përcjelljes së metave, shumë situata e zhvlerësojmë analizimin e tjetrit, kupton? Këto janë forma për formave që mundesh me shkel ku s'ban me shkel. Edhe pastaj mas promte i prish domethënë vllaznit, i prish rrethin edhe i humb shokët e udhës. Se s'po tham prishet vllazni lloki. Jo, se me thon prishet vllazni lloki, është një farbot kuptimin prishën do vllazni gjë të tjerë. Jo, ti me çta ki bë udh. Këtë ki vllat udhës. Ai tjetri s'ka bë udh me ty, a ne zot janë nis udhën me ty. Por asnjë është tregues i mirë në jetë apo mundesh me nejt gat me do shok, me do vllazni. Bile. Shumë vllazni të cilët për shembull e konsiderojnë bandja si vlerë të tyre, që në moment që ngritën pak diku në jetë, ku një shka, largohen për muslimanëve, për komunitetit, për rrethit, e kështu me radhë. Do thonën, në çdo domethënie, në çdo botkuptime, do hon dalin keq. Se çish mund të më konën i pavlefshëm një vëlla me cilin ti 10 vjet e ke shtyje projektin e devotshmërisë të para. 10 vjet keni ardhur derse bashkë, në Kur'an bashkë, keni shkuar në seminare bashkë, namaz me xhamat keni shkuar bashkë, keni pas aktivitete bashkë, domethënë me të ke qenë të para projektin e devotshmërisë. Ti je sot në fetari bashkë me çat. Dhe mas 10 vjet ky s'ban hiç. A kupton? Kë nuk është në rregull. Rasë mëkatet ta prishin domethënë vllaznillëkën. E shohim me Muhamedi dhe Abu Davudi, që Albani thotë hadithi o sahih. Për Numan ibn Bashirit radhiyallahu anhu thotë njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthy kaneve teksa na i drejtoi ke safat dhe tha aqimu sufufakum. Drejtoni tha safat. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum. O keni mi drejtu safat, wallahu kum janë shtit keqën në zemrat e juaja, mes veti. Domethënë, mos më respektue rrenin e safit, mundon mu prish vllaznit. Më bëmi mos më respektue rrenat e devotshmërisë. A e kuptoni? Domethënë safi që as nuk e ke njohur ndoshta, vjen në këtë kërcënim që Allahu ka mbështjen në zemrat e juve urrejtin e një tjetrit. Ata keni u prishur me zeti. E imagjino domethënë, me bë për shembull një vëlla musliman mu ka pjesë të gjunave, edhe më thonë edhe pse janë pjesë të gjunave, domethënë ka marrë situata që na kena mërit vllaznillëkin të shukon. Jo. Për pasojat më kato kam e prish domethënë, kemi hupan shokët e udhës. Pasoja 9 dhe parafundit është mos përfundimi i misionit.
mos përfundimi i misionit. Dhe kjo e kam përshëndetur dy aspekte. Qoftë mos përfundimin e përgjithshëm të misionit, komplet udhëzimit, qoftë edhe mos përfundimin konkret të veçantë për këtë me diçka. Domethënë për shembull, je kon të mësu Kur'anin për shembull. Bon sebeb gjunat e le. Ose ju ki përkushtu derseve të një hoxhe. Bon gjunat sebeb edhe e le. Ose je kon me do vllazni të umor me do libra, shënime, mësime, përsëritje. Bon gjunat, nuk mundesh me përfundu, domethënë misionin. Situata e dytë është më e shpeshta, domethënë shumë raste, ajo që e përmend Sufjan Thauri, kur e kanë gjetë një herë tukajt, edhe i kanë thonë autën, e kanë kuptuar që ka kojt gjithë natën. Edhe thëmë pse po kanë çat shumë ki gjuna? Thotë jo, nuk janë mëkatet e mia të tilla që nuk më pas çat shumë frikë. Jam pak edhe Allah mi fal. Thotë ajo që më më friksu shumë është a kam e përfundu misionin ajo. A kam i dal faqe bardh kjo trodhtim apo diku nu dhe kam kam i dal do një gjuna dhe kam ma kaputuar. Kur arsye domethënë sapi selefit e kanë përmend edhe e ka përmendur Ibn Xhauzi të tjerë dietarë, domethënë njerëz të cilët mëkatet e tyre i kanë tradhtuar në shtratin e vdekjes. Edhe mas momenti domethënë mision i pa kompletuar. Mision i pa kompletuar. Imagjino domethënë 20-30 vjet i ky farzë i rujt pi gjunave në përgjithësi e kështu me radhë. Shkaku i një gjunaje që s'ke dorë ose si pendua se si përmirësu, pastaj vjen një situatë që ndoshta asun thu la ilaha illa Allah duke vdekur. Pse domethënë pengesë e madhe, pasojë e madhe është domethënë me ta kaput udhën, domethënë për drejt përfundimit të misionit. Edhe fundi ndëllëzër është humbja e titujve. Humbja e titujve. Është ngjashme me humbjen e nderit, por është pak më e veçantë. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, tuslibu sahibaha asma al-madhi wash-sharafi wa taksuhu asma al-dham. Thotë si të shlosh gjunave, si të jesh mëkatar, si të jesh që nuk vajk dorë për gjunave, thotë të hiqen titujt e vlefshëm dhe të lavdrimit, je koni devotshëm, i përkushtuar, khashi, apo? Thotë hekën këto emra dhe thotë dveshën emrat që i meriton. Është e qartë. Ato emrat e poshtrimit, gjunaçar, i pakujdesshëm, gafel, apo i ndron emrat, i ndron titujt. Kjo pasojë. Për shembull, nëse për shembull, në një shoqëni je ti ag për do punë, je zotni për do punë, apo edhe këtë thirrin filan fisteku që ta apostrofojnë çat titull. Edhe mirën vesh krejt episodit mo e ki boni për punë mos ban me thime çat emër. A është thymje? Është e keqe kjo, ran është. Njerëzit imagjino se ne durojnë ramin pas posteve. Ato ai pin vakur e ka marr postin e ka ditë që me mandat. A është qartë? E ka ditë që është 4-5 vite, 10 e ku diun çka. Më thon, humbja e titujve është pasojë e ran. E tash na këtë njët zakonisht shkomi duke i shtuar tituj, jo duke humb. Më thon, nëse në aspektin akademik i kon çuto, ki punuaj, ki shku në një shkallë më lart gjatë studimeve, ki shku me një shkallë pastaj më lart, nuk kthehesh ku i kon të mesme. Po vazhdon të rrugtim jot post diplomik e ku diun çka. Edhe thirrësh me emrat përkatës që i përkasin çati avancimit tënd. Kjo është rregull i jetës. Shkon duke u ngrit, jo duke u zhvesh prej titujve. Në rregullat e devotshmërisë është e pashmangshme. Bash gjinaçar heket emri i devotshëm. Mondin dje e kon taqi, sot mundesh më kon asi. Deri ndje e kon muhsin, tash mundesh më kon ghafil. A është qartë? I titujt, domethënë që i ki pasën në rrugtimin tanë drejt Allahut subhanahu wa taala. Për fund, po do të përmbyll me një fjalë të Sheikh Sedit, "Faman taraka al-ma'asi wa nafsuhu tashtahiha." Kushdo që i lë mëkatet, bash atëherë ku nefsi ja lyp. Kushdo që i braktis mëkatet, bash atëherë ku janë ndoshta është mos e joshur për me i bë. Thot awadahu Allahu imanan fi qalbihi. Allahu kam ja kompenzuar ti amush zemrën me iman. Më jep Allahu një siguri, jep Allahu një bindje, jep Allahu një përmbushje. Veç ka arsi edhe mi qësaj. Domethënë, janë dy musliman. Njëri është më i devotshëm me wird, me ibadet, me Kur'an, me dhikr. Ky tjetri nuk është shumë të veprat, ama do gjunohet që mundet mi bëllë, që i ka që mi bëllë si ban. Të dytë ndoshta janë të njëjtën gjendje shpirtërore të fuqishme. Ky e ka rrimë me ibadet, ky e ka rrimë me praktikë të mëkateve. A e kuptuat? Kur asnjë na shpesh do të domi me kallzu që kena për nimet, tu majt me këto ibadetet. A mos kena arrit me kallzu që kena për nimet duke i praktikë mëkatet. Si ka thënë Ibn Taymi rahimullah, ka thënë a'malul birri yaf'aluha al-barru wal-fajir. Punë të mira i bën edhe i mira dhe i keqe.
Thot wal ma'asi la yatrukuha illa as-sadiq aw illa at-taqi. Thot apo punte e këqija si veç ai që ka punime. Shumë do të më pas punime mos më i bëhen, domethënë gjërat. Thot nëse punime e ki për çefi edhe o të ngresh shumë i mëkat, edhe le për Allah ta kompenzon që këtë betejë shpirtërore që e ki me një përmbushje imanore, me një përmbushje shpirtërore. E dyta thot wasa'atan wa inshiraha. Edhe një është shumë i relaksuar, një është shumë i disponuar, një është shumë i plotësuar. Domthon shpirti nesh kjo është shumë njëri kompletuar. Amo kjo vjen si rrëdhim i një dhuratë për Allahut, shkaku që domethënë ka ikë dorë për mëkateve, thot wa barakatan fi rizqi. Edhe çka do që Allahu i ka dhënë i jep me bereqet. Çfarë do që e furnizon Allahu në çat sen ka shumë bereqet. Domthon është student në bursën e tij ka çat shumë bereqet, ndoshta dikush në rrogë të madhe se ka çat bereqet. Ha është qartë? Ose tjetri ndoshta e ka një gjendje mesatare të jetuarit, po ndoshta jeton ndoshta që i kishte kompleksu ndoshta edhe mbretëri. Kjo është domethënë si rrëdhim i një kompenzimi që bën Allahu subhanahu wa taala wa sihhatan fi badani. Edhe jep një farshneti në trupin e tij. Për shembull, që kjo e shëndeti në trupin e tij vrehet njerëzit që ruhen pi gjunave e kanë një lloj shëndeti që konkretizohet në ibadet që se kanë tjerët. Domethënë e shet që mund pas fjala bie për shembull, ndoshta me më pak investim në shëndetin e tij, ka më shumë shëndet se dikush i cili shumë kujdeset për shëndetin. Edhe pastaj as nuk privohet nga do ibadete, do përkushtime që ndoshta do duhej dikush tjetër shumë me bëj për me mujt me i përballu edhe me qenë domethënë i gatshëm për çato vepra. Kështu që ajo që ndoshta më përcjell, sidomos kam dëshirë kjo më kanë edhe mesazh në prag të sezonave të ibadeteve, domethënë 10 pasoja nuk janë pak. 2 prap nuk janë pak. 1 nuk është pak. Cila do që mundet më të shfaq nuk ka pak. Me menu që me hek dorë për gjunave, me menu ma shpejt mu kuru edhe mu rrimë këm pas mëkateve. Na prapë e potencohemi na njerëz edhe dimi realitetin njerëzor se çysh ka përsejet. Mi punonën tjetër do të mu vetëdisu që do të mu rrimë këm. Gabon, mëkaton, ose do psohesh situata të caktuar, do të më luftu shpejt më kthy ku do të se pasojat shtohen. Edhe sa më shpejt që rrimë këmbesh, çaq më shpejt shpëton nga këto pasoja. E kur të shpëtojsh nga këto pasoja, cili do mohabet që ka të bëj pastaj me përkushtime është më i lehtë. Domthon kur i ki barrat më të lehta edhe përkushtimi është më i lehtë. Kur e ki përmbushjen shpirtërore më të fuqishme edhe rrugtimi jot drejt Allahut është më i lehtë. Çdo 10 domethënë pasoja janë domethënë kryesore që ta prekin fejen, shkaku domethënë i mëkateve. Elos Allahu subhanahu wa taala më na fal, më na udhëzo edhe më na bën njerëz të devotshëm. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.